Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalem me ditën e sotme tek zhvillimet më të fundit në vendin tonë. Do të flasim për protestën. Në ditën e 24 të protestës, një nga përfaqësuesit e saj deklaroi gjatë fillimit se protestuesit po i kujtojnë kryeministrit se pse janë në këtë protestë. Në deklaratën publike drejtuar qytetarëve dhe mbështetësve, ai ka renditur një sër kërkesash duke theksuar se protesta është paqësore dhe mbarpopullore dhe kërkon dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe gjithë qeverisë, krijimin e një qeverie teknike tranzitore për jo më pak se 12 muaj, ndryshime kushtetuese dhe miratimin e tyre me referendum, ku përfshihet ndryshimi i kodit zgjedhor që sipas tij ka marrë peng vendin që prej vitit 2008, ndryshime në ligjin për financimin e partive politike, pasi sipas deklaruesit përmes tij financohen nga paraja e krimit dhe të drogës, kufizimi i ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate. Këto janë dhe 5 kërkesa të cilat janë paraqitur në protestën në Tiranë. Kam të ftuar ditën e sotme për të diskutuar mbi këto zhvillime zotin Lutfi Bilali. Ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje. Zoti Bilali, do doja të nisja me zhvillimet më të fundit tashmë në vendin tonë dhe protestën qytetare që po zhvillohet. Si keni parë ju të gjitha këto zhvillime? Pa i në qovë se me lejohet si Kosovar apo shqiptari i Kosovës, nga se ka ndonjëherë nga të rrime, njëra ndër ato që ka paraqitur kryeministri që punë po prishin në Shqipëri Kosovarët dhe ata të ardhët nga Kosova dhe Maqedonia Veriut. Në dhe është e drejtë, çdo shqiptari të interesohet dhe të ketë një mendim të tij, apo mund të them më mirë brenga e çdo shqiptari është proceset në të cilat po zhvillohet Shqipëria. Ata që kanë përcjell ngjarjet më herët edhe gjatë protestave që kanë filluar në Serbi, kanë nohatur që një gjë e tillë do vijë edhe më poshtë. Do ketë lëvizje të tilla. Viti 2026 do jetë vit i protestave, të cilat në shumë vende besoj që do jetë ai strobollari kryesor për ndryshim të regjimeve, dhe kjo mendoj që ka të bëjë edhe me Hungarinë, ramjen e Viktor Orbanit, dhe tash rradha është, të them drejtën, edhe atyre që bajnë 4 legislatura dhe hynë në mandatin, hynë në vjeçarin e 16. Edi Rama në Shqipëri ka 14 vite deri në këto momente, dhe mendoj që është e konsumuar, me që se votuesi është e drejtë e votuesit, por janë kushtet e pabarabarta. Mendoj që protesta në Shqipëri ka lënë një mbresë përcjellur nga mediumet edhe ndërkombëtare, ka treguar që është me të vërtetë një protestë paqësore, me kërkesa tani më të qarta. Për mendimin tim, mendoj që pika ky që është 12 muajshi, apo një vit për të formuar një qeveri tranzicioni, e cila do përgatiste zgjedhjet e lira të drejta. Mendoj që ju përmend ja 4 pika, po mendoj që edhe paketa maleve ka rëndësi të madhe, nga se është më rëndësi që pasuria e Shqipërisë dhe pronat dhe toka shqiptare duhet të menaxhohet dhe të ketë kujdes, jo kundër investimeve. Unë nuk e besoj që protestuesit në Tiranë janë kundër investimeve, por dëshirojnë që të kenë transparencë dhe të bëhet e qartë për publikun, dhe sidomos ato pika strategjike, çdo kush vën syrin në një vend, sidomos nga Bregdeti, që është një pasuri që ka dhënë Zoti Shqipërisë, dhe kjo duhet të ketë kujdes si të menaxhohet, dhe nuk ka të bëjë, çdo vend në Ballkan, edhe Kosova dhe Shqipëria ka dëshirë të ketë investitor. Po këta investitor duhet të jenë ata të cilët mendojnë pak a shumë qeveritë e vendeve tona, duhet të mendojnë për interesin e publikut dhe interesin e qytetarëve, mua edhe për ata janë zgjedhur. Dhe mendoj që kjo protestë lënë shije jashtëzakonisht të mirë për shkak të mobilizimit dhe grumbullimit
mund të thëmë të shtresave të ndryshme, kryesisht të reja, por edhe ato që njën si shtresa mesme, e cila në një farë mënyre 35 vite është engulfatur nga ndrimet të pushteteve të majta dhe të djatha, me që se mendoj që ma shumë ka interesa, sepse s'kemi, mund të thëmë, asë ideologjie e cila për lekun mendoj që udhë poshtë edhe idejën e majtë edhe të djathë. Por janë grumbuj interesa të tilla të lidhura nga formacionet të ndryshme politike të cilat kanë arritur që ta sjellin Shqipërinë në këtë pikë. Zoti Bilali, mendoni se qeveria do të ishte treguar kaq e nxituar se i përket këtij projekti në Zvërnec, nëse investitor nuk do të ishte dhëndri i presidentit Donald Trump Jared Kushner? Nuk mendoj që do shta ekskluziv ka të bëjë me emër të përveçshëm të familjes presidentit amerikan. Do shta hilja mund të jetë dikun tjetër, besoj që me Qiprën, pastaj edhe në Greqi, është ta quaj kështu një invazion ku blihen prona në emër të zhvillimit të turizmit apo të projekteve të ndryshme që në prapavi, se sot luftat nuk bëhen ekskluziv me tanke dhe me avion, por investohet me kapital dhe pastaj mund të ketë projekte të atilla që mund të rrezikojnë interesin e banorëve dhe qytetarëve të atij vendi, por edhe shtetit në tërësi. Dhe unë besoj që politika e tillë ta quajë shpopullimit nuk është e rastishme. Shqipëria fatkeqësisht ka sa ka banor brenda, ka edhe banor jashtë. Dhe po që se vazhdo ky trend, atëherë atë pronë mund ta shikoj dikush tjetër. Dhe kjo mendoj, nuk e kam fjalën këtu vetëm për aspektet të poleve lidhje perëndim, mund të jenë nga Bangladeshi, mund të jenë nga India, mund të jenë kurt, mund të jenë nga Afrika e Veriut, dhe projekte të tilla të cilat në një farë mënyrë mund të kanosin ekzistencën edhe të qenë son kombëtare. Por ta dallojmë atë që Zvërneci dhe Sazani janë dy pika të cilat në një farë mënyrë duhet të ketë një transparencë të plotë, nuk bëhet fjalë për një kundërshtim apo investim amerikan, ose kushdo qoftë, por besoj që ndoshta këto pika është bërë gabime të mëdha, sepse ato nuk janë prona të privatit, por jona, nuk është deti pronë private e personave apo të banorëve, është pronë publike, pronë shtetërore. Dhe Sazani, sidomos, është pika kyçe, e cila është një pikë, që mendoj, edhe në aspektin gjeostrategjik për armatën dhe ushtrinë shqiptare, por edhe për infrastrukturën e cila ka të bëjë me interesat. Unë nuk besoj që në ata resort dhe hotele luksoze që do banë, ka mundësi një qytetari thjesht të hitë e pini kafe atje. Dhe është jashtëzakonisht, këta flasin që interesi që unë e kuptoj logjikën ekonomike që mund të vinë investime, mund të jetë investime 3-4 miliardë që pastaj mund të ketë impakt në zhvillimin e GDP-s dhe buxhetit të shtetit shqiptar, por mendoj që mendoj që qeveria ka gabuar, që ka hyer dhe sidomos në paketën e maleve, ku realisht preken ekzistenca e pronave dhe pasurisë publike të shtetit. Dhe mendoj që transparenca e qeverisë ka qenë në minimum, sepse marrëveshjet e tilla apo jahtet ku janë bërë këto marrëveshje tregojnë qartë që nuk është aq e pastër e të reja që ka ndodhur edhe me Sazanin, por edhe me Zvërnecin, por edhe pjesë tjera në cilat mund të hynë pastaj në itinerarin e projekteve, ku Bregdeti shqiptar në një farë mënyrë, ose pikat kyçet e saj mund të sjellin probleme, qoftë për atë që quhet lëvizjen e heshtje, e dikuj që pretendon që nesër të jetë të bëhet zot shtëpi në shtëpinë tonë.
E qartë, zoti Bleri, nga ana tjetër, si e keni parë të gjitha sulmet nga vetë kryeministri shqiptar Edi Rama kur diaspora erdhi në Tiranë për të protestuar, pra ishte populli i Maqedonisë së Veriut, por edhe shqiptarët e Kosovës, dhe i shuajti se ata të Maqedonisë së Veriut nuk duhet të vinin për të protestuar në Tiranë pasi janë popull shtet formues në vendin e tyre, ndërsa Kosova është një shtet i pavarur. Pra ishin sulme të drejtë për drejta nga vetë kryeministri shqiptar, por nga ana tjetër të mos harrojmë edhe sulmet e këtyre 2 ditëve të fundit që po bëhen ndaj ish luftëtarit të UÇK zotit Dritan Goxhaj. Kjo duket që është në panik dhe në siklet edhe vetë karriga ti, pozicioni ti. Mendoj që një politikan i përgjithshëm kishte afruar tërheqjen, apo si një dërheqjen, sepse mendoj që është i konsumuar dhe Shqipëria ka nevojë. Unë mendoj që etiketimet e tilla, më duket 3 ditë në kohën e proceseve të vitet e 20 në Shqipëri, Hasan Prishtina, duket 30-50 ka qenë kryeministër. Thuhet që ka pas ndoshta